Po punoj në disa fronte. Në fokus janë talentet e rinë, objektivat dhe përballje që e presin kombëtarën e Kosovës në Ligën e Kombeve. Në qendër të vëmendjes janë 3 futbollistë në periudhë kosovare që po zhvilluan te Bayern Muniut. Arjan Ibrahimović, Erblin Osmani dhe Yll Gashi janë emrat për të cilët Federata e Futbollit të Kosovës preson se një ditë do ta zgjedhin fanellën e Dardanëve. Presidenti FFK-s Agim Ademi në intervistën për Sport Show në Klan Kosova thotë se afrimi i tyre do të ishte një vlerë e madhe për Kosovën. Kam pretendime me ardhë dhe besoj që do të jenë pjesë e Kosovës. Realisht janë, ju e dini çfarë futbollistë janë dhe çfarë kvaliteti janë, sepse ti kesh ti në Bayern për shembull Erblin Osmanin, Yll Gashin dhe Arjan Ibrahimovićin, madje edhe Nurën. Është një pasuni jashtëzakonisht e madhe për një shtet, për një klub ose po edhe për një shtet. Duke i përfshi edhe treshën që e kemi në Hoffenheim. Në anën tjetër një emër që lidhet me Kosovën është edhe ai Franco Fodas. Trajneri gjerman ka qenë pjesë e projektit të Dardanëve, ndërsa sipas Ademit ka lënë pas një ofertë të majme për Kosovën. Këtu ka hyrë në histori në Kosovë dhe sigurisht që ka me hyrë në histori në Kosovë, edhe më tej e kalon një projekt të majëm shumë dhe shumë të mirë ekonomik për Kosovën. Ndërkohë në skenën ndërkombëtare FFK-ja ka qëndrim të qartë ndaj disa prej ideve të FIFA-s. Ai thotë se kanë të njëjtin qëndrim me UEFA-n kundrejt idesë së FIFA-s për komercionalizmin. Na si UEFA kemi marrë një mbledhje të shpejtë në drejtimin e presidentit Çeferin, mbledhje online ka qenë. Dhe jemi dakordu, domethënë si UEFA që nuk e përkrahim të gjitha federatat e UEFA-s, që nuk e përkrahim këtë iniciativë. Në fund vëmendja rikthehet te fusha. Kosova do të ketë përballë kundërshtar të fortë në Ligën e Kombeve me Austrinë në mesin e tyre. Ademi pranon se austriakët janë favorit, por thotë se Dardanët hyjnë në çdo ndeshje për rezultat pozitive. Po mund të them që ekipet janë të balancuara, edhe pse Austria lirisht mund të them që është ekip e fortë, shumë e fortë, ndoshta është edhe më e fortë se Kosova. Por gjithsesi ne tash tutje ne kërkojmë rezultat. Ndryshe ndeshjet e Kosovës në Ligën e Kombeve mund t'i ndeshën në Klan Kosova, kurse pas me Austrinë, Dardanët do të ballafaqohen edhe me Irlandën dhe Izraelin.